Dihet që roli në atë kohë i Presidentës Osmani në listën që ka fitur shumicën ka qenë vendimtar, sa e ka pri listës, pra është një investim i madh në atë koncept politik, i vazhduar edhe me këto parti tjera, sigurisht pa këto se ta kishte rezultatin e njëjtë, pra VV dhe ashtu e thash. Po çu pa deklarimin e tij në lidhje me AK-n, po ashtu edhe gjuha e tij në lidhje me Nisman, pasi që komandantit ju drejtu disa herë me komandant Qeliku në deklarimin e tij të dhënë dje në RTK, derisa për juve tha që nuk i kishit kalu pragën ose nuk i shkon lima mirë. Besoj që po del kurti i vërtet, i cili formën vet tani në pushtet, i ndron fjalët e veta, hajvanat që janë hajvan, ata tjerë që janë, ta shohim si ka me ndru edhe për kënd. Kuptohet nëse ke udhëheq konceptin tënd politik me mashtrim gjithkohën, edhe është evidente që një ditë zbulohet mashtrimi, edhe ja po shihen sa ka qenë mashtrim. Ka angazhu këtë vlenin e Maqedonisë, besoni, me 10 njerëz të vlenit Maqedonisë, vinë prej Maqedonie me kontaktu Adem Hoxhën, me kërkesë të Albinit. Ky është Albin Kurti. Për çka që me marrë prej ju? Me marrë votën për matutje. Ky është Albin Kurti. Në anë tjetër Ilçon sejmen e tij me kritiku pse ai ka bashkëpunon me ne, ka arruar se ka votuar një herë për koalicionin e tij edhe kandidatin për president. Kjo është historia. Për fat mirë jemi sovran politik, nuk jemi me borxhe, nuk jemi peng, ne dim që është mashtrues. Shifni standardin e jetës sot, shifni çmimin e energjisë. Ju lutem, ne vujmë, s'kemi prodhim, jemi një ekonomi konsumuese, vetëm konsumojmë, importojmë shumë që shedini, bilanci të këtara shumë i madhë. Tani imagjinoni në çfarë gjendje janë prodhues të Kosovës me këtë hapjen e tregut energjisë. Të gjithë do të jenë me humbje, pra s'do të mundë dikush me prodhu në Kosovë me kosto reale. Ky njeri që kundërligjshëm shkon edhe në qeveri e çon dorën, nuk e intereson kjo pjesë, ka adhin e vetë. Besoni këto dome që i bojnë në Kosovë, që janë të mirë në Rusisë të Serbisë, e kam thonë në kalumen, e dini. Nuk është ashtë që e kam thonë ashtu. Një edhe situatën në veri e kem pas kryme rendin dhe ligjin. Ju e dini ata që kanë qenë të ngjesh për rendin dhe ligj, e kanë pas shu Kosovën atë kohë. Bashkia Ndërkombëtare ne kemi pas proces mes për para progresiv. Kjo mori investim 25 vjeçar e kthej në foto për veti, për një dy ministra, Bineç e Cvekle në atë tjetrin. Kjo është historia e tij, ju lutem, po shkon duke u zhvesh në vazhdimsi. Unë besoj që qytetari i Kosovës, shqiptari kudo që është në Ballkanë në diasporë, po e sheh se kush është ky edhe vërtet që që kemi thënë dikur është ashtu. Po në vlerësimin e juja po tundohet zotri Hoxha nga këto ofertat edhe pse pikërisht vleni si shkues kështu këtu në Kosovë. Duket se e kanë dikun kuzhinën e njëjtë ata që udhëheqin atje me këta këtu. Ju dini, ajo qeveria atje nuk ka qenë as miqësore ndaj shumë vlerave. Po shihet që e kanë kuzhinën e njëjtë, po janë një kuzhinë. Po tundohet Hoxha nga këto oferta? Po se di, nuk është më rëndësi kjo pjesë, është më rëndësi çka po bojnë ata, besoni. Edhe si po sjellën ata e shumë e havitshme. Po janë 10 njerëz me listë mund t'ju japin, që insistojnë, e marrin rrugën për atje, e marrin mundin, gjejnë njerëz këtu, me shku me lyp votën Adem Hoxhës. A mund ta tregoni disa? I kam treguar një herë me gjitin, ata i zgjedhin ka të tjerë si ky, muimi ja voni listën e tjerë sot po vjen kështu. A mund të shkojmë në zgjedhje të reja, zotri Haradinaj? Se vendosin, ata do ta vendosin bashkërisht gjithë. Do të ishte e dhimbshme që Kosova në një zgjedhje pa implementuar këtë rezultat, por nëse vërtet e marrim peng kështu, më mirë me shku.